Teatri Operas dhe Baletit do t'sjellë për publikun më shumë vepra të autorëve shqiptar. Këtë vit aktivitetet do t'jenë më të ngjeshura dhe për faktin se teatri do të mbështetet financiarisht nga kompania celulare Eagle Mobile. Vënia në skenë e veprave shqiptare do t'jetë në qendër të punës të Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit për sezonin në vijim. Sipas drejtorit Zhanit Ciko, në kalendarin e këtij institucioni, një vend të rëndësishëm do të zërë krijimtaria e autorëve vendas, si opera Borana e Avni Mulës, e cila pati premierën e saj pa kohë më parë. Por të gjitha këto aktivitete do të mbështeten nga kompania celulare Eagle Mobile, e cila do të jetë edhe sponsori gjeneral i këtij institucioni për 2 vitet në vijim. Në çdo faqe të krijuar nga kompozitorët tonë ka arje të mrekullueshme, ka faqe të bukura muzikore që janë pasuri të mendjes shqiptare. Kur të zbulojmë dhe të tjera, siç po përpiqemi, që nga veprat e Vivaldit, që nga veprat e kompozitorëve të tjerë, dhe të atyre që nuk janë votuar për shkaqe ideore tek ne dhe që ne po i vëmë në skenë, si Migjeniana, e Gjon Simonit, e operat të tjera, ato kanë vendin, kanë rolin e tyre. Kompania celulare pas arsimit ka shpallur prioritet të punës së saj mbështetjen për kulturën dhe artin në Shqipëri. Ndërkohë Teatri Operas dhe i Baletit nuk do të lërë jashtë vëmendjes edhe veprat me famë botërore, siç është opera e Verdit Traviata, rivënia e të cilës do të jetë në fillim të muajit prill.